Javleti, Ornella Muti rikthehet tradhtisë me Adriano Celentanon. Sapo ka bërë 70 vjeç dhe mbetet një divë italiane ndërkombëtare, protagoniste e filmave ikonik, nën regjin e mjeshtrave më të mirë të kinemas. Ornella Muti ka dhënë një intervistë për Corriere della Sera ku ka reflektuar mbi jetën e saj të deritanishme, karrierën e gjatë dhe familjen. Nuk është shpesh në qendër të vëmendjes, por a ka qenë kjo për shkak të peshës së famës? E ka menduar së fundmi, e ka mbajtur gjithmonë veten larg një bote të caktuar, festave dhe atyre të duhura. Kjo më ka penalizuar paksa. E din sa rëndësi kanë kontaktet, më vjen keq që njerëzit mendojnë se jam snobe. S'është e vërtet, shprehet ajo duke thënë se në të vërtet është e ndrojtur. Aktoria është nënë e 3 fëmijëve dhe tashmë gjyshe, por në rrjetet sociale është vajza e madhe, Nike, ajo që bie më shumë në sy. E linda kur isha 19 vjeç, doja që ta mbaja gjithmonë pranë vetes. Ajo ishte motra ime vogël, udhërofyesja ime, ajo më shpëtoi, shprehet Ornella. Unë jam një vajzë e viteve 70, isha e re dhe në atë kohë. Njerëzit eksperimentonin me drograt, ishte një grup i vogël me njerëz të famshëm në Rom që konsumonin drogë, edhe vajzat, por unë duhet kthehesha në shtëpi tek ajo. Ajo ishte feneri im. Në aktrim, shpreson që të marrë disa role të tjera të krijuara për gratë në moshë. Për momentin zgjedh role të vogla, por i mjafton teatri që të ndihet e lumtur. Biseda i kthehet edhe historisë së saj të shkuar me Adriano Celentanon, e pyetur se dikur ka thënë se ishte tradhtia e vetme dhe nëse ja vleti, Ornella tha: "Unë mendoj se përderisa ndodhi, ja ka vlejtur." Në vitin 2014 ishte vetë Celentano që foli pari për këtë histori për herë të parë, duke treguar se Ornella Muti në filmin Innamorato Pazzo e kishte tradhtuar bashkëshortin Federico Facchinetti. Adriano ishte i martuar me Claudia Mori. Aso kohë ajo tha: "Adriano nuk duhet ta kishte treguar të paktën pa më thënë." Ta hajdreqi. Në atë pikë të jetës ajo tregon se çfarë nën kupton me atë frazë. Mendova, ja, i shikon burrat, bëjnë gjithmonë ligjin. Ne kishim qenë shumë të kujdesshëm, por them nëse do të dalësh zbuluar duke qenë se nuk e ke bërë gjithçka vetëm dhe kam qenë edhe unë, por duhet përballesh me mua, kush e di çfarë i ka thënë truri. Aktoria ruan ende kujtime me të. Adriano ishte gazmor, në shesh xhirim s'ndiheshe kur sikur po shkoje të punoje, luante, kishte të qeshura të vazhdueshme. Ornella mirëpretende dashurinë, dikë që ta marrë në krah, ta përkëdhel, ta mbështes dhe ta përkrah në momente të errta, por pas gjithë kësaj ka frikë sepse e ka paguar shtrenjtë dashurinë.